Në komunën Arbëreshe të San Demetrio Koronës në Kalabri, vendlindjen e ideologut të madh të rilindjes shqiptare, Jeronim Derada, u përurua teatri i parë Arbëresh me kapacitet 500 vendësh. Ceremonia inauguruese e mbajtur në kuadër të konventës arbërore u kthye në një festë të madhe që bashkoi pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Në këtë ngjarje ishte i pranishëm edhe CEO i Sigal Insurance Group, zoti Avni Ponari, si administratori i përgjithshëm i kompanisë më të madhe të sigurimeve në rajon. Sigal rikonfirmoi angazhimin e tij për promovimin e kulturës shqiptare dhe arbëreshe, duke mbështetur aktivitetin me praninë e 15 instrumentistëve të orkestrës së harqeve Sigal, në dirigjimin e mjeshtrit të madh Ermir Dizdari. Orkestra e harqeve Sigal e gjallëroi skenën e teatrit të ri, ku së bashku me solist këngëtar dhe grupin e vallëve sollën një repertor të pasur me këngë shqiptare dhe arbëreshe, duke krijuar një spektakël 3 orësh të mbushur me emocione. Orkestra e harqeve Sigal e krijuar në vitin 2013 e përbërë nga instrumentistë të njohur dhe të rinj të talentuar, vijon aktivitetin e saj artistik në Shqipëri, Kosovë dhe rajon. Me këtë shfaqje shtoi edhe një skenë të rëndësishme ndërkombëtare në repertorin e saj, Kalabrin. Kryetari i komunës së San Demetrio Koronës, Ernesto Madeo, falenderoi artistët dhe Avni Ponarin duke vlerësuar këtë bashkëpunim si një dëshmi të fortë të lidhjeve kulturore mes botës arbëreshe dhe shqiptare. Teatri i ri Arbëresh pritet të shërbejë si një qendër e rëndësishme e artit, kulturës dhe edukimit të brezave të rinj me dashurinë për identitetin shqiptar dhe arbëresh, komuniteti i cili për më shumë se 500 vite ka ruajtur gjuhën, kulturën dhe identitetin e tij në zemrat e Europës si një pasuri e çmuar e kulturës shqiptare.